A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Për shkak se kena premtuar që do të lexojmë prej historisë islame, do të lexojmë prej librit të një hoxhe I cili ka shkruar për fiqhu tarikh al-muslimin apo al-umma. Si duhet ta kupton njëri historinë. Historia si histori do të shohim, është një sen që e shohim se Kurani fisnik mbështetet në histori. Gati se kush e lexon Kur'anin nëse nuk e di se është libri I Allahut, kishme menduar se është libri I historisë. Ja dhon një besimtari. Që se një, kjo është libri I historie. Edhe nuk është rastësia, se Allahu xhalla wa ala I cili na ka krijuar duke e ditë domethënien e njeriut, se njeriu si mendon dhe si funksionon, tregon historinë. Na jena njerëz dhe Allahu xhalla xhalal na ka krijuar në kohë. Koha hec dhe formon historinë. Ka fillim dhe ka mbarim. Dhe se Allahu xhalla wala në Kur'an jep përparësi njohjes së suneteve, ligjeve, traditave se si funksionojnë sendet. Quhen sunnetullah fil ard. Historia është suneti I Allahut në tokë I gjallë. Historia është suneti I Allahut në tokë I gjallë. Prandaj askush prej neve mos harrojnë veten, se na kur kena ndëgjuar luftën e Bedrit, ki pas merak me ndëgjuar edhe një herë, apo edhe një herë. Kur ke lexuar historinë e Muhamedit alayhis salam, ki pas merak edhe një herë, se është histori. Apo mos shko më larg, ligjëratat më të ndëgjuara në YouTube janë qoftë në arabisht, qoftë në gjuhë tjera, janë ligjëratat e historisë, ngjarjet që tregojnë. Xhamati mbet gojë hapur kështu. Apo dersa të cilat kanë ilm, ama nuk kanë histori të treguame, nuk kuptohen për njerëz. Madje edhe akidja. Njerëzit akidën se kuptojnë pa ngjarje. Nëse janë bashkangjet një ngjarje, I hapin syt. Ju duket sikur film. Dhe historia është një sen shumë I rëndësishëm që na muslimanët kanë lënë anë shumë. Sikur që kanë lënë edhe shumë lëmi. Sa Imam Shafi'i rahimahullah në atë kohë ka thënë për medicinën, taraktum thuluth al-ilm. Keni lënë 1/3 e dijes. Unë më thon se gjysma e dijes është historia. Na muslimanët kanë lënë. Ndërsa në botë ka institute speciale botërore që merren vetëm me histori. Të kenë nxjerr çdo fije të madhe apo të vogël rregulla të mëdha që quhen sunetet e Allahut në tokë, të cilat mund të veprohen edhe sot. Sepse është e njohur që historia e përsërit edhe veten. Ngjarjet e njëjta. Vetëm dallojnë njerëzit. Por ngjarjet e njëjta, lart e poshtë, çato ngjarje janë. Shtetet si shtete, ngritja e shteteve, rënia e shteteve, problemet që I kanë shtetet, problemet që I kanë shoqëritë, krejt janë të njëjta. Përsëriten. Prandaj lexojmë këtu, thotë muqaddima hyrje, thotë leysa at-tarikhu bin-nisbati lil-umam al-mujarrad madi intaha. Historia nuk bën me lexu vetëm si diçka e kaluar, ka shkuar edhe ka përfunduar. Kjo është gabim. Ndoshta në shkollë na e mësojnë kështu, apo na e kanë mësuar kështu. Por nuk është qëllimi I mësimit të historisë vetëm thjesht e mësuam dhe shkuam. Jo, mësimi I historisë është këshill, mos mi bë gabimet. Mos më ra atje ku kanë ra, dikush më herët. Me marr mësim, sepse është ndërveprim njerëzor, njerëzit me zveti kanë vepruar dhe u kanë ndodhur senet, po edhe me Allahun. Xhela xhelalu. Se na jena muslimanë besojna po në Allahut. Të ke fundit, historia është përsëritje e akide, kaderit Allahut. O ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kur Allahu xhela xhelalu tregon ngjarjen në Kur'an, në fund I përfundon me këto ajete. Ju nuk mundi me dash diçka vetëm se nëse Allahu ka dashur. Që dietarët islam dhe Ali radhiyallahu an, ato janë të mësuar prej pejgamberit alayhis salam, ka thënë al-qadaru qudratullah. Qaderi është fuqia e Allahut. Ja u tregon njerëzve. Dikush e kupton, dikush se kupton. Fuqia e Allahut. Vetë fakti ku thotë fuqia e Allahut, po ti sa ki mundsi me kaplu fuqinë e Allahut, me kupton. S'ki mundsi. Prandaj historia është kjo. Mujarrad madi intaha, nuk guxon me kuptu historinë vetëm se e mësojmë dhe shkoj kur gjos more vetë për historisë. Prandaj Kurani ne ka treguar ngjarjen e Dhulkarnejnit, apo ngjarjen e Khidrit alayhis salam, me Musa alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam nuk e tregoi vetëm si histori, po e tregoi tha, atë kish doru vllai jam Musa dhe pak më shumë kish na mësuar më shumë. Në çka qëllimi I historisë? Qëllimi I historisë është me mësu më shumë.
A të kish doru vllaje Musa, ma shumë, e të kish më mësu ma shumë. Mirë, po problemi që ndonë se shumica e njerëzve historinë e kuptojnë si madhi e kalume. Kur gjos kuptojnë prej asaj. Dhe në historinë kur e mësojnë, e di nuk është njëjtë kur pagun ti pagun që tërkush. Në histori ka pagu dikush. Këtë është pagesa, njerëzit pagujnë me gjak, kanë pagu me ndër, kanë pagu me shfarrosje bile. Historia është e rëndë. Veç me marr historinë e Nishit, Smederevës, Leskovcit, muslimanëve, që kanë përzon. Historia e përgjakshme. Po në botë, sa Nisha ka ndodh, sa muhaxher ka ndodh, sa është e çuditshme. Ajo që ka qunë tash në gjuhën bashkore genocid. Ato ka ndodh, këtu pari ka ndodh. Histori është ajo. Po shumë pak tregohet prej asaj. A kanë me të shenjat? Po. Kanë me të shenjat, shkon në ato vende, emrat e fshatrave, emra muslimane. Emri i fshatrit Kastrat. Emra muslimane, akoma vazhdojnë. Mbi emra Arnautović. Arnautović. Veç vici është tu. Historia kjo. Bel hua bin nisbeti li kulli l'umeni l'hajje gjuz'un min al-nahri al-kabir. Sot se i përket për popujt e gjallë është një pjesë përbërëse të lumit të madh. Alladhi tatadafa baina shataatihi amwaju hadaratiha. Pra, është një pjesë prej pjesëve, një lum prej lumejve i cili derdhet në detin e madh të civilizimit. Pra historia përsëritet. Sikur që rrjedh lumi, që e sheh lumin. Ky lum vardar ka qenë, i njëjti ka qenë, edhe para 100 vjetëve, edhe para 200 vjetëve, i njëjti lum rrjedh, kështu është edhe me gjithësirë. Kështu është edhe me ata që shikojnë teleskop. Ata shikojnë historinë. As na ka thonë Allahu xhallahu ala në Kur'an, kul siru fil ardi fanzuru, apo kayfa bada al khalq. Esni në për tokë, shikoni si ka fillu krijimi. Esni në për tokë si ka qenë përfundimi i zullumçarëve. Edhe fillimin edhe fundin, Allahu xhallahu ala na porosit. Pra Kur'ani fisnik, mesazhi pejgamberëve të Allahut, mësime që i ka dhënë pejgamberi sa gjithherë me ngjarje, ato ngjarje kanë qenë punë e mësimmarrjes. Kush merr mësim më shumë, kush merr mësim më shumë. Edhe historinë. Kush e përvetson për veti. Dhe e bën historinë të punojë për vete, ai fiton. Ai s'përpara. Ka njerëz që dalin karshi historisë. Ka njerëz që dalin karshi ligjeve të natyrës. Shumë Hitleri ka dalë karshi borës. Nuk mundesh. Ka pas mundësi mi dalë karshi Amerikës apo kujt dikujt në atë kohë, Rusisë, ama borës s'u dal. Nuk mundesh me luftu me ligjet që Allahu i ka lënë natyrë. S'mundesh me luftu. Dhe kushdo që i shkel ato ligje, e munaj. Kurani të njëjtën gjë e thot. Sunneti të njëjtën gjë e thot. Pejgamberi alayhis salam në njëjtën mënyrë ka vepruar. Kur ka thirrur rrugën e Allahut, alayhis salam, madje edhe namazin si namaz, ka thonë abridu bi dhuhri, kur vjen koha e nxehtë, në kupën e qiellës tjetër dielli, shtyni drekën më vonë pak. Shtyni drekën, ka thonë shtyni drekën më vonë. S'dal karshi sallallahu alaihi wasallam. Apo ka pas shi, ka thonë bashkëri namazet. Çfarë shevi mund të pas Allah ile në Arabi, që më shkon namazet. Shiu që bjen në vendet tona në Arabi kur s'bje, hiç harroj ato. Asi shiu s'bje kur. Kjo është fekhu. Kështu sallallahu alaihi wasallam, pra është funksional, shariati është funksional, mësimet pejgamberike janë funksionale. Prandaj ta kuptojmë se thot li kulli umami al-hayya, popujt e gjallë, juz'un min an-nahri al-kabir. Historia e popujve është një deg prej degëve të lumejve që bashkangjiten pastaj në një lum më të madh e pastaj në deti. Amwaju hadaratiha, civilizimet botërore krejt janë faktikisht ato dallgat që vijnë. Dallgat e detit. Janë civilizime të ndryshme nga të cilat ti mundesh me përfitu. Prandaj Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu kur ka kuptuar këta, ka shkuar ka marr pjesën e ligjit administrativ, jo ligj vënien, administrativ për persianëve, se ka pas problem këtë. Asnjë sahabi nuk ka thonë, a për persianëve më marrën ashtu çish me formu shtetin, po, s'ka pas problem, se kanë pas civilizim shumë të vjetër persianët. Administratën e mirë kanë pas. Njerëz të cilët kanë njoft në atë kohë punën e kanalizimit, rrugë lot s'ka pas, ata rrugë ka pas, ambare ka pas, kanë pas magazine depot të veçanta që mi rujt sendet për vite më të gjata, luftat që i kanë bë,
hendeqet që i kanë pas, rasti i Selmanit radhiyallahu, kështu më radh, civilizim kanë pas. Dhe Islami nuk ka ardhur me ua mohu njerëzve civilizimin për parimin. Jo, e kundërta. Kjo është një gabim shumë i madh i shumë prej muslimanëve sot, kur gjenti ndëgjon se të tjerë kanë më ndikon, thot i vjelinati, këtij thot, ja. Jo, nasjena kundër civilizimit. Nasjena kundër përparimit. Por Islami ka ardhur me e rregulluar civilizim se ai civilizim duhet më shërbej njeriut, jo me dal kundër Allahut, sikur që po dalin kole sot kundër Allahut apo përparimi i Jegjuz me Gjuzve. Në thoi za, do t'jetë në fond e marrin shigjetën e gjujnë Allahun, Gjelle wa Ala, Allahun a këthen me në gjirë kuqe. Edhe besojnë, mendojnë se e kanë ekzekutu Allahun, Gjelle wa Ala, o ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira. Fe yakadu al-madi yansakibu fi al-hadir. Prandaj thot te shese, e kaluara ngjitet me tashmen. Derdhët e tashmen. Por nuk mundesh me mësu ti historinë. Neve në shkollë na kanë mësu kështu. E kanë mësu historinë edhe ajt për të mirë. Jo. E kaluara jon. Historia jon. Derdhët në tashmen, bashkë janë. Bashkë janë. Nuk mundesh me ndar historinë. Prandaj duhet me mësu historinë. Edhe kjo e sotshme, na çetojna, bot një e kaluam apo. Ajo do derdhët në ardhmëritë e fëmijët tan. Nipa, stërnipa, të kështu më radh. Prandaj ummetet e mëshme, shtetet e fuqishme në botë, ato punojnë 50 vite më herët, 100 vite më herët bëjnë plane. Civilizimi ka mësuar kështu njerëzit. A njerëzit të cilët nuk kuptojnë asgjë, marrë kjo për muslimanin, i cili është duhet me qenë njeriu më vizionar në botë, se ki hakun me vetë ti. Vizioni jon përfundon në xhenet atje. Ato s'besojnë në këtë. Nuk mund të qenë dikush i cili vetëm për të mirat se dunjaje, që i beson, me qenë ma vizionar se muslimani, atër se pas mi kuptu si duhet në vizionin tonë. Vizioni unë sosët me shikimin e ftyrës Allahut, me shpëtu në xhenet, me hik xhehenemit. Kjo vizion më i madh në botë që ekziston, si ka mundësi muslimani me qenë si përfaqësor, mos me pas vizion. Në këtë botë. Si ka mundësi? Çfarë muslimani jemi na? Çfarë muslimani je? Ti edhe unë që mendojnë apo një vjet, për 6 muaj. Apo ndoshta as për 6 muaj nuk mendojnë. Kjo nuk është normal. فيكاد الماضي ينسكب في الحاضر ويكاد الحاضر يذوب بين معبري الماضي والمستقبل. التashmja shkrihet në të kaluarën edhe në të ardhmen. Këtë kjo njëjtë është. Problemi jonë është se na mësojnë historinë veç ka shku, ka kalu. Apo ajo çka sa dush na duket banale neve, një e keqe apo një gjarpën që se ka familjen teme, s'ka dëm prej asaj, mira puna. Kështu mendojnë njerëzit. Jo, një dam që ndodh edhe në koqi, edhe jo besimtar nëse është, ai dam ka marrë të shtëpia jote. Ti se ke planifiku, ka me të ardhë. Edhe shirkë nëse është, edhe shirkë nëse është. Edhe me fe nëse ka të bërë, edhe me fe. Andaj, Islami ka ardhë me preventiva me i rujtë sendet. Këto janë zbashku e kaluara, e sotshmja dhe ardhmja, këtë njëjtja. Prandaj ti duhesh me mësu nga e kaluara, se s'ki të tërsi. Të ardhmen a e di, nuk e din. Të ardhmen nuk mundesh me ditë, por mundesh me planifiku. Tashmen e ki, që është kryesorja, ama mësimet i merr nga historia. Mësimet i marrim nga historia. Por se nëse ne e kanë mësu neve dikush në shkollë, historinë me mësu vetëm si ngjarje, si kajk. E mëson edhe, e kënon edhe si papagall? Jo. Historia mësot për të marrë mësim, për mos mi bë gabimet e prindit tan, stërgjyshit tan, dikujt tjetër. Mos mi përsërit gabimet. Prandaj as-sa'idu min it'ala bi ghayri. Hasan Basri rahimahullah ka thonë, i lumtur është ai i cili merr mësim prej tjerëve. I lumtur është ai me marr mësim prej lëkurës tone, kjo djeg, mos eksperimento me vetveten. A gjithçka çka kemi nevojë në fe ka ndodhur. Vetë se duhet me mësua. Gjithçka çka kemi nevojë për këtë botë edhe për botën tjetër, me shku në xhenet edhe me shpëtuar në këtë botë, me jetu jetën e lumtur, vallahi ka ndodhur histori. E ke histori. Jo një ngjarje, shumë plot ngjarje. Plot ngjarje. Vetëm se duhesh më i marr, më studiu, më analizu fije për fije, pej për pejni, edhe me pa. وليس التاريخ مجرد أحداث جامدة. Historinë të mos e lexo vetëm si ngjarje të thata. Shumica e njerëzve i mësojnë vetëm si papagall.
Ka ndodhur kjo, filan vit. Me data merren njerëzit. Sa shumë e rëndësi data. Është me rëndësi, po jo, nuk është pointa te data. Me rëndësi është ajo që ka ndodhur. E shumë njerëzi e mësojnë historinë vetëm si të thatë. Gjamit. Illa li haula alladhina faqadu wa'yahum bi dhatihim wa hadaratihim. وقفوا عراة يتسولون من هنا وهناك بعض الفتيات الحضارات المحيطة بهم. Njerëz që kanë humb civilizimin, qytetërimin, vizionin, largpamësinë, ajo që thashë besimtari mendon shumë larg. Mendon për anës Allahut, mendon për anës xhenetit, për anës mos ronjë në xhehenem, mendon për anës të dërguarit të Allahut. Këta njerëz që kanë humb civilizimin, civilizim është e njohur kjo në përëndim tash. Ata që kanë mësojnë për universitetet më të thella të botës, ata e kanë njohur një fjalë që e përkatësojnë te Sulejmani alayhis salam, nuk e di a e ka thonë apo se ka thonë, po ata e përkatësojnë te Sulejmani alayhis salam, po fjala është e vërtetë se një popull i cili nuk ka vizion pejgamberik nuk është popull, nuk ka civilizim. Tja, shet në kohën e sotit pse është përhap islamofobia të një popull. Prej nga rrjedh islamofobia. Rrjedh prej një popull armiqësor. Pra popujt që dojnë me hes përpara në botë kanë vizion pejgamberik. E ngjesin vetëm me një pejgamber të Allahut. A me Davudin alayhis salam, a me Sulejmanin, a me Muhamedit alayhis salam. O me rëndësi është nuk ka civilizim. Të dërguarit e Allahut kanë ardhur me civilizim. Njerëzit shkrim leximin e ka mësuar Idrisi alayhis salam, prej Allahut ka ardhur. I ka mësuar. Shkrimi, leximi, gjithçka çka ka që kanë përparuar njerëzia, që mësohen në librat e historisë, si përparim, të dërguarit e Allahut kanë ardhur. Është gabim me mendu se të dërguarit e Allahut kanë ardhur vetëm tempuj apo xhamia me ndriç. Me abid, me adhuru Allahun vetë. Jo. Davud alayhis salam hekur i zbut. Sulejmani alayhis salam është shtat formues, tregon shtetit që shmat. Dhulkarneni botën e ka pas. I ka luftu popujt më të rrezikshëm. I gjysh me gjysh, bota ka qenë e rrezikuar prej tyre. Po historia është kjo krejt. Krejt zbashku kështu duhet me kuptu. Prandaj thot, ata të cilët janë zhvesh për historisë, që se njohin historisë, ata janë zhvesh për civilizimit, nuk janë përparuar hiç. Edhe mundohen me kap disa troshka të vogla për civilizimeve të huaja. Tu e pas. Ti e ki, ata mundohen me marr për të kujna. Prandaj ti i gjen atë pjesën që quhet Amerika, ajo Evropa e tjerat. Që nuk është keq me marr mësim. Mirë po ti e ki tanën. Apo popujt tjerë nuk kanë më pak Persien që e përmendëm. Kanë pas shumë histori. Apo historia bashkohore që ka ndodhur tek e fundit. Këtë to sene ka ndodhur. Thot inna at-tarikha huwa al-kanzu alladhi yahfazu mudakhirat al-umma. Historia është thesari, pasuria më e madhe që e ruan depon e ummetit. Fil fikri wa thaqaf idetu i arun ummetit. A ka sen më të madhe se ideja. Që mëson njëri në botë, nuk ka pas ide. Kur ja jep ide ndikush ai bëhet miliarder. Ideat kanë formuar miliardera. Miliarderët më të mëdhenj të botës nëse i merr. Ideja i ka bë. Nëse s'ka ki ide në diçka, ti s'do të kemi ndoshta çati e ki po s'den. Ama ide nëse ta jep dikush, ti thua vallahi filani. Po flas për dunjë, po kështu është punë të ahiretit. Atë historia është depoja kryesore që i ruan idetë, kulturën, shkencën, o tajarub dhe eksperiencat. U djeg dikush, mos u djeg ti. Historia është eksperiencë. O djeg dikush, ka kalu dikush, ti mos bën gabimin e jetë. Mos u men. Prandaj, luftën e Hendekit si e fituan muslimanët? Në sajat e Salman al-Farisiut. E Salman al-Farisiu nga ardh prej Medain, prej Persijës. Kur e pasi Rasulullah se çka do me base, ka gajle, thë Rasulullah, let është kjo, si është let? Të na kena bon një Hendek. Eksperiencat vazhdojnë, kjo është historia. Pra historinë e Persisë ka përsit në Medinë. Dhe nuk kush i ndjek protokollet, ajo është protokoll, i ki marrë sebepet, protokolle, nuk gabon. Allah e ka bë ashtu, nuk gabon ti, s'ki me gabu se, Allah e ka bë ashtu. Pra pse mu djegna? Pra kjo është mbështetja, kushdo që e kupton fenë islami, jashtë se këtyre mësimeve të Selmanit dhe të pejgamberit e Islam në këtë formë, s'ka kuptu kur gjë.
Kushdo që thot nësi marrë në këto sebepe, se na kena akidin e fort, ai dërvish. Dërvish, nuk ka të bëjë me ehli sunne. Edhe nëse i thot vetë se sunni edhe xhamatë, ai i devijum është. Zotën devimi më i madh në umet sa të kjo është, kjo pjesë. Ata të cilët i thojnë vetë se janë të hakut, ama asnjë sebeb prej sebepeve si marrin. As histori nuk e lexoj. Prandaj thot إن التاريخ هو الكنز الذي يحفظ مدخرات الأمة في الفكر والثقافة والعلم والتجارب وهو الذي يمدها بالحكمة التي تقتضيها. سدوش ما مار urtësinë. Çka urtësia hikmet në Islam? Hikmet në Islam është me i vendos senit në vendin e vet. Ky uji, kjo gota, nëse kthehet nga prapa, s'është hikmet. Hikmet është kështu. Ama nëse la këtu, kjo nuk ka hikmet. Se këtu vese valla për pak, s'ka për pak. Ku ta bish punën për pak karaveç. Ku ta bëj njëri për pak, punën e shikimit, punën e dëgjimit, punën e epshit. Ku të vish me thonë për pak, vetë ka shkuma. S'ka për pak. Kështu janë sendet në këtë botë. Kështu që wahu alladhi yamudduha bil hikma. Historia ta mëson ti hikmetin, urtësinë me vendos sendet në vendin e vet. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është dhënë prej Allahut yu'ti al-hikmata man yasha. Allahu ja dha hikmetin pejgamberit e sa. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathiran. I ka dhënë khairin krejt Allahu. ورحلتها في الزمان تجاه تقلب الأحداث. Dhe kjo ta mëson ty me hec. Ti me historinë jetu hec në për ngjarje, jetu shkuta ato. Sikur me shku me vizitu. Kur na tregojmë sirën tash, historinë, ti sikur me shkuta ata. Se ndoshta atëherë dikush ka përfituar më shumë se ti sot. Çka përfiton? Mos e bë me gabimin e njëjtë. Qëllimi i historisë është me spi bë gabimet, nuk ka qëllimi na kënaqi hoxha. Ngjarjen e kallëzën edhe. Mos i bë gabimet. Mos bëjnë ato gabime. Wal ummatu allati la tuhsinu al-fiqh bi tarikhiha. Një ummet i cili nuk din me kuptu historinë e vet, fiqh, tarikh. Nuk thelluar. أعني بهذا الرصيد المذخور لديها هي أمة فاقدة. Ku se kupton këtë rezervë depot madhe që ka, ai thot është ummet që kena humlas, do të bia fal xhenazën. Ummet i humbur, është popull i humbur. الحس التاريخي sepse duhet me ndje historinë, me perceptue. Çka a ndjem tash në zonën Amanin? Duhesh më ani zonin historisë. Duhesh më ani zonin. Po hoxha kur jep fatva, ti kur e ban pyetjen, kur lexon libra, duhesh me qenë në koherencë. Reciprocitet, në lidhje, vazhdimsi me ngjarjet historike. Edhe hadithin kur e lexon, Ibn Taymin e lexon, Abdul Wahhab e lexon, dietarin e lexon, pa ja njoft historinë atij të smunsh me kuptim. Një smut e ki ka shi, pa ja dit diagnozën çka ka kaluaj, smunsh me avon. Nuk di kur gjë. Ama edhe të shkurt nëse ka një histori, e ke pa ndonjëherë veç me thon dikush, po ama ky ka qenë fukarat u dek. Ki ka pas kancer për shembull, është shëru. Pse s'kallzon me harrat betë, apo. Ama me dardh njëri rëndom kështu, veç kur të thojë se ky njëri mbardov s'ka qenë. Ti mo është njëri, me thon, njëri smut për gjendje, se her kake. Tamam. Është sakat, për shumë, nuk ka mundësi, nuk sheh. Tamam. Histori, një informat e vogël, që të shka ndronë krejt. Kështu që një ummet, thot, një popull që e humb perceptimin e saj për historinë, me rjedhun bi haletin nga i bubetin ani dhet. Është ummet, është populli sëmur, është populli sëmur në një vdekje klinike. Veç shpirtin, veç që ato aparatët e majnë. Ama është i smut. Një popull që nuk funksionon me histori, me njoft historinë e vet, me njoft mirë në detajet kaluara në vet, detajet e asaj, me i punu me ato, është një popull i vdekt. Prandaj, dikush punon që një popull i tërë, historinë me mësu vetë si papagall. Prandaj dhe thuhet ajo fjala e vërtet që është se historinë e shkruajnë fitimtarët. Pra, dikush e ta shkruan histori. Mos kujto, vjen ta shkruan dhe ti e beson atë histori. Kujdes. Andaj ne ummeti islam, muslimanët janë të vetmi që e kanë sahihin. Saktën. Në islam merremi kena shkencë speciale që merret me sahih. Brenda islamit madjena, nuk marrë gjithçka. Na shoshitna.
e kullojnë, atjerë se kanë këta. Në islam e kena. Prandaj, islami, Kurani, është shpresa e botës krejt. Miko nëse vetë kjo shpresa e botës, se kupton historinë e vetë, si do në tjetë me ja kuptua. Nëse na vetë muslimanë se kuptojna, se pse kemi na histori dhe shoshitje dhe filtër të historisë, si kena mundësi me kuptu tjertë. Mja dhonë kuptimin tjerë. Taihatun fi nihaja. Ata që se njohin historinë kështu, janë të humbur në fund. An hakikatiha, nga realiteti, o dauriha, dhe roli, o maalimi tariqiha, dhe shenjat e rrugës, nuk i një, s'ka shenja në rrugë, ili në mustakbel ardhëbarin, s'din kanë me shku. Nuk din kanë me shku. Prandaj, ajo që ka bo parësit Muhammed, për shembull për Davet, qoftë krishterë, një bëha tjerë, dush me njoftë edhe atë pjesën se a është e sakt edhe ku do na mi çu këta njerëz, subhanallah. Vallahi na sot. Që më na thon dikush një superfuqi apo dikush prej korporatave botnore më të njohura, më thon ti si musliman udhëzohet njëri prej tyre i madh. Dikush prej rocillave udhëzohet për shembull. Don më thon që unë kam fuqi, shumë parë kam, media kam, hajde beti djalë ti bëna Davet filan popullit. Tamam? I banam Davet. Ku do na mi çu ato njerëz mos i udhëzohen. Na kanë më nukët. Që të udhëzon 1 milion, 2 milion njerëz, 10 milion njerëz. Ku do na mi çu ato me çka më i majt? Përse se Gona pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë punë e lehtë udhëzimi i Arabisë krejt. A udhëzon Arabia krejt? Edhe mrena nautës au bon murtedin një pjesë e madhe e Arabisë. Transmetuesi thonë Taifi ka met, Mekka dhe Medina. Krejt vendet, qytetet e tjera murtedin janë bë. Domthon, a kanë menu këtë pjesë? Se prej një muslimani që ndrohet në diçka tjetër. Kjo ka ndodhur kone pejgamberit sa, kone shariatit, kone njerëzve që historia kanë qenë vet ata. Domthon, edhe kjo pjesë është problem. Se ti don me vota vet. Po njëjtja diçka tjetër, realiteti diçka tjetër. Kështu që thotë ata të cilët nuk e njohin këtë histori në detaje, ata janë të humbur nga rruga e vërtet edhe ardhmëria e addaha lahu al-qadaru al-hakim që Allahu me kaderin e vet nuk ka caktuar. Prandaj kur ti mëson historinë, faktikisht jetë mësu kaderin. Faktikisht jetë mësu kaderin. Se është kader, historia është kader. Vesh i saktë dhe pa saktë, më varet sa kanë rrej njerëzit, po besimtari është i meç. E din se sa kanë mundësi me rrej njerëzit. Edhe e merr vetëm të saktën. Dhe për fund, in tabayat al-umam lam yati abathan wa inma jaa li tusna kull hadhihi al-umam. Dallimet e popujve, formësimi i popujve nuk ka ardhur kot. Sot çka shohim botën si botna, kjo nuk është kot. Sheti disa popull janë shumë të fortë, disa tjerë janë zhduk, disa gjuhë janë zhduk, disa janë duke u zhduk, asimilohen. Kjo nuk është kot. Nuk është rasti. إنما جاءت لتصنع كل هذه الأمم بتبايناتها وتعدد أنماطها وعطاءاتها. الله ka bëj historinë që të dallohen ata. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Ne kena bë popull në juve, ndryshëm, me gjuhë ndryshme, që të njiheni mes veti. رحلة البشرية في التاريخ. Ajo është një udhtim i njerëzisë në histori, لتؤدي كلها الغاية الإلهية, që në fund të realizohet qëllimi final i Allahut جل وعلا, المبتغات من هذه الرحلة, qëllimi final i historisë njerëzore, التي يخيل لبعضهم, që ka qartë disa, لقصور في مداركهم, disa kanë dobësi në njohje, në perceptim të historisë, وبلادة في حسهم, disa kanë çmenduri, janë naiva, nuk janë rrok në njohjen e civilizimit, انها رحلة بلا غاية, dikush mendon se kjo jetë në botë, këto popull, këto luftra, historie, gjana që jetojnë, mendoj se nuk ka ndonjë qëllim për qëllimeve, وانها لا معنى لها ولا حكمة تحكم اشواطها, dhe s'ka urtësi, dhe kush e mendon kështu se ka njoft as Allahun, as Islamin, as të vërtetën, edhe punon kundër popullit vet, kundër vetvetes, kundër ardhmërisë vet. Walhamdulillahi rabbil alamin.